Pamjet të cilat I shihni sot dallojnë dukshëm nga ato të para disa muajve. Zona që është kthyer pothuajse në një deponi të improvisuar tashmë është pastruar. Pas ankesave të banorëve dhe raportimit të medias, komuna ndërhyri dhe pastroi këtë zonë këtu përreth. Ndërkaq banorët shpresojnë që të vazhdohet mirëmbajtja e kësaj zone për të mos u rikthyer problemi I vjetër. Vetëm pak muaj më parë, kjo hapësirë në Saraj pranë lumit Vardar në rrugën drejt fshatit Rashqe ishte mbuluar nga grumbuj të mëdhenj mbeturinash, duke krijuar pamje të pakëndshme dhe shqetësime për banorët e zonës. Pas raportimit të medias, autoritetet ndërhyn për pastrimin e kësaj pjese. Edhe pse pjesa më e madhe e mbeturinave tashmë është larguar, në terren ende mund të vërehen mbetje të shpërndara në disa pika, çka tregon se puna nuk është përmbyllur plotësisht. Por megjithatë, ky aksion I pastrimit të zonës ka filluar vetëm një ditë më parë, nga ku kryetari I komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, së bashku me kryetarin e qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, dhe ministrin e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Muhamet Hoxha, inspektuan punimet, si dhe nga komuna thonë se ekipet po punojnë intensivisht për largimin e mbeturinave të grumbulluara ndër vite. Ekipet janë në terren dhe po punojnë intensivisht për largimin e mbeturinave të grumbulluara ndër vite, me qëllim që kjo hapësirë të pastrohet dhe të rikthehet në gjendjen e rregullt. Komuna e Sarajit mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe në krijimin e një ambienti më të pastër për të gjithë qytetarët. Ndërkaq, në lidhje me pastrimin e kësaj hapësire dhe ndërhyrjen e ndërmarrë në terren, kryetari I qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, ka deklaruar se zona në Saraj do të shndërrohet nga një deponi ilegale në një park modern dhe të gjelbëruar. Hapësira në Saraj, e cila me vite ishte lënë pasdore dhe u shndrua në deponi, do të kthehet në zonë të gjelbërt, të rregulluar dhe në shërbim të gjithë banorëve. Për post procesit të pastrimit të mbeturinave, zona ka nevojë për mirëmbajtje të rregullt për të parandaluar rikthimin e problemit dhe për të mbajtur hapësirën të pastër në mënyrë afatgjate.